trafiku ende është shumë problem në Prishtinë, edhe është përkeqësu. Edhe këtu me orë me bo këtë intervistë, dhe me thonë u volova një 10 minuta dhe këtë pikrisht për shkak trafikut, i cili për një herë veç u bloku edhe nuk më ishe me dalë. Mirë po, do të me kuptu që Prishtina i ka afro 90.000 vetura të veta dhe 140.000 vetura që vinë nga jashtë. Dhe këtyre 140.000 vetura dhe nga jashtë do të mja u bo një hapësirë në të cilën mujnë me u parku dhe njerëzit mujnë me orë në Prishtinë, pa pas probleme gjetë parking në Prishtinë. 5 parkingjet do bëhen në 5 hyrjet e Prishtinës. Dhe këtu e krijojnë një mundësi ku lidhen me transportin publik, pra unë do të sjell edhe 100 autobus të ri. Duke shtu flotën e autobusëve, do të ketë shtim të linjave, do të ketë lidhja më të lehta njëra me tjetrën. Dhe kështu i bën këtu parkingjet e mëdha i bën të leverdishme për qytetarët që vijnë në Prishtinë, sepse njerëz mujnë me lënë veturën, hypin në transport publik, e cili transporti publik, siç e dini, unë kam premtuar që deri në fund mandat të jetë pa pare, pra të jetë pa pagesë. Kështu që njerëz mujnë me hypë në transport publik me një pagesë, si më thonë, më të lirë se sa me pagu në Prishtinë, e vinë deri në Prishtinë, i kryjnë këtë çka kanë me kry punë në Prishtinë dhe natyrisht kthehen dhe kanë vënë parkingun e siguruar, kanë veturën e siguruar me gjitha. Ja u leton, është një komoditet i shtesë, ja u leton jetën, mirë por rrjedhimisht na leton jetën edhe neve në Prishtinë. Kështu që kjo është qëllimi, pra që ato 5 parkingjet me ofru një hapësirë për njerëz të cilët ka nevojë marrë Prishtinë, sepse Prishtina u krye shtetë dhe ka aktivitete ekonomike, sociale, shumë të cilët njerëz kanë nevojë me kry. Dhe se çka bojnë vinë deri në mena në Prishtinë, deri në qendër, domthonë duhet me lyk dikon një parking dhe vendosin dikon veturën dhe dalin kryjnë punë. Duke ofru këto, si me thonë, një numër i madh i veturave ka më nalë mos me hyjnë Prishtinë.